akuzë për korrupsion, kemi akuzë për pastrim të produkteve. Pra është ngritur steka, është edhe më afër asaj që është objektivisht pakut. Model në vetvete e gjithë çështja. S'ka rëndësi jemi konkret. Në momentin që kemi ardhur në këtë nivel, gjëja më ajo që presim gjithë ne është a do të ketë një kërkesë për heqje imuniteti mbi bazën e provave dhe akuzave të reja sërish nga parlamenti, se duhet mendojmë ne ç'do të bëjmë që ky parlament mos ta bllokojë sërish SPAK-un. Dhe mund ta përmbyll pastaj ti bëj dhe konkluzionet e mia unë të ashtu. Jo, flas ti them ato, ku ti bëj komentet nuk s'ka më fol për të fol më tutje. Po, në rregull. Tani, unë ju përmenda Arubën. Po, dakor, mje përgjigjen dhe pastaj bëjmë konkluzion. Po. Edhe kur të dalim ke konkluzionet, zoti bravo. Tani, ju prapë lidhni pyetjen me çështje konkrete dhe edhe një çështje që parlamenti është përfshirë në këtë çështje. Nuk do kishte çështje nëse nuk do kishte shkelje të ligjeve, prandaj edhe krijohet çështje. Dy gjëra mund t'ju them. Së pari, ju e keni të qartë qëndrimin e prokurisë, po kështu dhe e keni të qartë dhe mënyrën se si prokuroria ka vazhduar hetimet pas një mospranimi i kërkesë. Dhe faktet tregojnë që prokuroria ka bërë punën. Dhe të dyja së bashku këto element nuk krijojnë bindjen dhe nuk kanë asnjë dyshim lidhur me integritetin e prokurorisë në një çështje të profilit të lartë. Unë sot nuk mund të paranjoftoj apo të parashpall një vendimarrje, çështja është në hetim. Nuk mund të them se si do jetë vendimarrja, nëse do ketë apo jo, por ajo që u garantoj do jetë një vendimarrje e bazuar në ligj, në prova që sigurojë hetimi, duke marrë parasysh edhe arsyet se pse ku vendi ka vendosur udhëzimin e kërkesës.